Më akuzojnë se unë po e tradhtoj LDK-n. Kur në gusht të vitit 2019, Vjosa Osmani mori bekimin nga Lidhja Demokratike e Kosovës për të qenë kandidate për kryeministre, u krijua përshtypja se betejë e brendshme për pushtet kishte marrë fund dhe se ngjitja e Osmanit në krejun e partisë po fillonte. Por ajo që u shfaq si konsolidim e bashkim ishte vetëm një iluzion, një qetësi e shkurtër para përçarjes së madhe. Vjosa Osmani braktisi shtëpinë që arriti politikisht dhe ndoqi ambicien personale për pushtet nën autoritetin real të Albin Kurtit. Kjo rrugë e re e zonës Osmani do të ishte një goditje për shtëpinë politike të Ibrahim Rrugovës, duke përjetuar pikën e saj më të ulët të përkrahjes popullore. 6 vjet më vonë, historia u kthye mbrapsht. Zonja Osmani e përjashtuar nga kalkulimet për një mandat të ri presidencial nën Albin Kurtin, të cilit i ishte afruar politikisht deri në devotshmëri, po kërkon shpëtim në shtëpinë e vjetër politike. Një shtëpi që përkundër përpjekjeve për reforma e ndryshim nuk ka gjetur rrugën e fitores, kjo edhe për shkak të makinacioneve të Osmanit në favor të vetëvendosjes e në dëm të LDK-s. Në vitin 2020, kur përplasja mes Albin Kurtit dhe LDK-s arriti pikën e thyrjes me shkarkimin e ministrit Agim Veliu e më pas Abdullah Hotit, qeveria VV-LDK u shemb. Në atë moment, Osmani u rrështua në anën e Kurtit dhe kundër mocionit të mosbesimit, duke hyrë në një trajektore të re politike, larg LDK-s dhe afër narrativës së vetëvendosjes, edhe pse më herët e kishte sulmuar për mendësi autoritare të llojit të Hugo Chavezit në Venezuelë. Sepse dikush edhe mund të flasë në emër të LDK-s në aspektin legal, por e kam të drejtën e plot morale të flasë në emër të elektoratit të LDK-s. Më akuzojnë se unë po e tradhtoj LDK-n. Ajo që dikur betohej se kurrë nuk do ta praktiste filozofinë e LDK-s dhe kryetarit e saj historik, u rrështua për pushtet me njeriu që për Ibrahim Rrugovën ndër të tjera dikur thoshte se unë nuk mendoj se ajo është lidhje demokratike, ajo është një parti autoritare, e cila e ka në krye një njerëz që 12 vite, Zotin Rrugova, i cili nuk është dëshmuar me suksesin në politikë. Nëse dikur zonja Osmani betohej të mos e praktiste, kaloi më pas në deklarimin e ndarjes përfundimtare me LDK-n. Përgjigjja konkrete e kësaj është vendimi i tyre i 20 qershorit për të më përjashtuar. Kështu që aty ka përfunduar gjithçka. Në përpjekje për të ndërtuar besnikëri politike, zonja Osmani nisi të justifikojë edhe qëndrimet e mëparshme ndaj Kurtit dhe për to e fajsonte LDK-n. Duke u bazuar në ato konstruksione që ndërtoheshin në partinë ku isha, por edhe nga njerëz të tjerë. Nga LDK-ja, ka pasur konstruksione për Zotin Kurti. Mirë po, dhe ka ende. Aq fort u servillos sa ishte në gjendje që ashtu siç mendonte Kurti, marrëveshjen e Washingtonit të nënshkruar nga Abdullah Hoti në shtëpinë e bardhë me prezencën e presidentit Donald Trump e quante kundër rendit kushtetues. E fatkeqësisht duke pranuar edhe moratoriumin që cënonte rendin ton kushtetues dhe drejtën për konsolidimin për subjektivitetin ton ndërkombëtar, në betejën e çuditshme dhe të panevojshme të vetëvendosjes për të tensionuar raportet me kryeministrin e Shqipërisë, zonja Osmani do të shërbente si një snajperiste e Kurtit për ta sulmuar Edi Ramën, madje edhe në shtëpinë e tij. Kosova, zonja dhe zotëri, nuk ka nevojë për tra të vendosur nga Shqipëria. Por what goes around comes around, do të kishte dëshirë të shprehej zonja Osmani. Tash, kur po e shijon braktisjen nga ata që u shërbeu 5 vjet, në realitetin e ri politik të saj, vetëvendosja është një armatë që linçon e Kurti njeri i rrezikshëm. Por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Dhe të këqij të dikurshëm, Donald Trump dhe administrata e tij tash përfaqësojnë siguri e garanci për Kosovën, Edi Rama një mik i shkëlqyer, ushtria slimtare e Kosovës që e injoronte një emër kurdoherë për tu përmendur, e LDK-ja, një trampolinë e përhershme për karrierën e saj politike. Dredhimet e Osmanit në jetën publike thënë se buti mund të konsiderohen politikisht rrethare e moralisht kriminale. Ajo lëviz në për partitë politike e diktuar krejtësisht nga nevoja personale për pushtet dhe këto lëvizje i bën e i ka bërë gjithmonë përmes gënjeshtrave, mashtrimeve e pabesisë. Dhe sa herë i rrezikohet pushteti që ajo beson se e ka me tapi nga e kaluara, asaj i përndezet dëshira për të kryer mashtrimin e radhës, pabesinë e radhës, skemën e radhës. Si presidente e kishe e popullit, në vend se të shqetësoj për unitetin e skenës politike, Osmani shqetësua vetëm për unitetin e pasurisë së saj, derisa se kishte problem të përkthehej në vegljen e mprehtë të Albin Kurtit,
për të prerë këtë që bezdis të koltukun e erhatshëm të pushtetit. Vetëm pasi u braktis nga Albin Kurti, filloi të përshpëriste diçka kundër tij, por edhe kritikin aktuale e bën me kujdes të shtuar e me kalkulim të madh, sepse ende nuk është e sigurt se cila anë ja mban derën e hapur ndaj pasurisë që ajo vazhdon ta lakmoj aq fort e pushtetin me të cilin nuk ngopet dot. LDK shkreta gjendur në një situatë dëshpërimi të madh, mbase sërish e pranon Osmanin, por e kaluara e saj vërteton se edhe kjo lëvizje e saj është llogaritur krejtësisht mbi nevojën individuale për pushtet.